nuk doja ta fijoja. Moza tash ishte fëmijë. Juli nuk tregonte nga Afrika. Dhe moza këtë e mohon. Lufta me këto njerëz nuk ka për të pushuar. Përshëndetje dashur miq, dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do të shkojmë në Greqi. Unë në fakt do të hap dritaren për nënën e një vajze, një adoleshenteje, e cila u abuzua fatkeqësisht seksualisht nga disa persona, u largua nga i fjuari i saj dhe mbi të gjitha u drogua. Vetëm përpara disa ditëve, ish vjera e saj Mimoza ka treguar versionin e saj se si nusja u largua nga shtëpia dhe gjithë akuzat u hodhën ndaj djalit të saj të pafajshëm. Sot kërkon nëna e vajzës të reagojë, por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, unë dua të prezantoj një material të shkurtër kur zonja Mimoza ka qenë me mua këtu në live dhe ka treguar historinë e nusës së djalit të saj që është vetëm 17 vjeç. Goca ishte si e trembur, nuk donte të klikte ke ama fare, vetëm babin donte. Vllajën edhe tamën i kishte frikë, sepse ato e rrifshin. Ama hikte ke nana vet, ajo binte psikologjika shumë dobët. Goca të sistemi ishte interesuar dhe tha. Gocën tha, e ka kapur, burri, halës vet dhe goca është psikologjika shumë keq. Unë u trondita Adela. Me erdhi djali, me mori në telefon djali, më tha, mami, Juli diçka mu me mëlqen. Ajo ishte në pleksor Adeta. I që në shkollë. Ishte në pleksor. Me hashash, me drogë. Të gjithi dini, vetëm neve si familje, nuk i dinim. E hypin autobus për të hikur shkollë dhe atje, për se po vjena, po zbret, e ama nuk po zbriste. Drangë i mjull telefonat, si mu, si mamit vetë. Goca ishte kërcënume me disa video që i kishim bërë. Mrapa e kuptum neve, që i kishim bërë disa video. Dhe neta kishoqa ime, por ishte shumë e rëndë. S'kishte net kishoqa vetë, kishte qenë me të tjerë. Kjo kishte marrë rrobat, ikën goca, me djalin vetëm polici. Këtu puna i thash policisë. Unë du që të gjinët vajza e gjetën me gjithmen, e gjetën. Por gocën e manin mbyllur dhe goca dilte natën që shiste. E mora gocën nga policia dhe e kam çu spital. Sepse goca ishte shumë keq. I thash, pse të kishe mami e bore këtë gjë? Me falë, tha. Nuk do t'i bëj ma gjërat. Me falë. Me kam dhanë, tha, vetëm cigara shashje, tha. Dhe në momentin që unë i thash që unë nuk të marrë dot në shtëpi ma, sepse kam hedhë firmë me polici, edhe unë, edhe prindri, hodhëm firmë, prindrit i thanë, në qofë se goca do ju hikin prap juve, goca nuk do futet mrena, po do futesh ti si prim. E dëgjuam të zonjë e cila tregoi për nusën e djalit, momente të vështira dhe sinqerisht është një histori që të gjithëve ju është dhimbsur kur dëgjon për një vajzë e cila ka përfunduar në këtë situatë rruge. Por nëna e saj, Bruna, e cila jeton në Greqi, kërkon që ditën e sotme të jetë këtu në live dhe të tregojë historinë e vajzës, por gjithnjë duke akuzuar ish krushkën e saj Mimozën si dhe dhëndrin. Çfarë ka ndodhur dhe kush është versioni sipas nënës së vajzës, e hap dritaren dhe e ftoi Brunën. E dashur, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që e pe videon kur ish krushka juaj Mimoza reagoi në live me Odetën. E pash shumë mirë. Odeta, unë kërkoj diçka nga ajo zonjë. Nëse nuk më thot vetëm 3 gjëra të vërteta, pastaj do të më thuash që Bruna ti ose nuk më shef diçka, ose nuk doj që ti nxjerrësh. Do t'i thuash, më nxjerr pak djalin ka qenë i fijumën apo jo? Që ai akuzonte gocën gjë gjithmonë. Një, e para. Të dytën, do t'i thuash, ai e ka nxjerr gocën në Selanik të kërkojnë leç që të blejnë hashash? 2. Ai e ka kërcënuar gocën që ty të ka burri hallës me zor 3 kur ka qenë ajo Shqipëri. Vetëm këto 3 gjëra unë desha të sqaroj me zonjën. Konflikte sa më shumë të shtysh, aq më të mëdhaja bëhen. Okej, jo, unë këto duhet t'i sqaroj, sepse këtu mua ajo ka hap një gjyq që unë i pas kam kërkuar 100.000 euro asaj zoje, që me emrin asaj të gjithë familjarëve të mi, motrës, vllajt, kushurinit tim, kushurinit mamit tim, të gjithë njerëzit në Facebook, ajo me gjithë djalin i kanë çu fotot, lakurik dhe videot.
dhe t'i bi me emër Bruna, t'i bi gjithë aty, i thuj zonjës që t'i thuj djalit që fotografin time dhe të gocës ajo e kam nxjerr Facebook dhe qa nuk ka shkruaj greqisht dhe shqip. I thuj zonjës që Bruna pas ka faj për këtë problem që çuni jot i njifte shumë mirë ato ku blinde hashash edhe drogë në Selanik. I njifte dhe do të më çante djalit ma vriste ke shtëpia shqiptarit atje në Selanik. E dashu Bruna, dua të bëj disa pyetje. Teksa kam folur me mozën, ajo më tregoi historinë se si ishte njohur me ty dhe se si fëmijët u dashuruan. Unë dua të flas pa dorashka. Do të them edhe një diçka. Ka shumë gjëra brenda Odet, që ato gocën nuk i arritën dot, sepse punati im e ka ndihmuar, nuk e arritën dot që ta shisnin. Ajo gocën më tha mua që do të kujdesem unë Bruna, për 3 muaj që jam në Shqipëri. Iku ma kalon gocën vetëm. Biles, çuni asaj e rrifte, edhe i bërtiste dhe Juli nuk tregonte nga Afrika. Por Nuk tregonte. Bruna, ka qenë përdorus droge për kaq vite, ka qenë dhe i fijumër. Mos thot që jo e doja, jo se doja, dhe gocën e ka kërcënu kush e di sa herë. Bruna, do flasim të dyja pa dorashka. Kur moza më tregoi që ti vajzën minorene vendose ta fejoje, është gabimi jot më i madh. Okej. Do të shpjegoj pastaj vazhdo. Unë sinqerisht jam nën e një vajze. Nuk e imagjinoj që vajza ime, sa të mbushi 16 vjeç, unë ta dëboj nga shtëpia dhe ta martoj. Nuk e konceptoj dot. Jo, nuk ka qenë kështu. Ka ardhur, e ka kërkuar gocën, do ta tregoj Bruna. Ka ardhur, e ka kërkuar gocën, kam qenë unë, ka qenë burri, ka qenë dhe djali. Shpirt më dëgjoj çfarë do të them Bruna dhe pastaj do të më thosh çfarë diskriminimi ka marrë Juli nga ish, se kunat nuk e quj më unë atë, ish kunata ime. Por mos që i kam kërkuar të lutur, hajde t'i sqarojmë gjërat bashkë, mos marri vesh askush, dhe më ka thënë ti kshu je mashtruese. Por mos të përfshim shumë njerëz dhe të tregojmë gjëra që s'na interesojnë. Sepse këto janë në gjyqë Odeta. Unë edhe ti flas, janë në gjyqë. Unë me datë 23 mars kam gjyqi. Është e detyruar, ai ishte me 8 vite detyrim paraqitje këtu. Sepse mu mi kam fshih provat kur kam vajti t'i bëj analizat gocës bashkë me të zonjën, ato nuk i arritën ta shisnin gocën Odet. E dashur Bruna, kur moza ka ardhur të kërkoj dorën e vajzës, ti që atë ditë i ke thënë mere dhe mbaje vajzën. Është gabim. Jo. Si ka qenë? Me ka ardhur mbi 4 herë se ka qenë çuni në Shqipëri. Me ka ardhur me atë shokun mbi 4 herë në shtëpi. Por pse mbi 4 herë Odeta? Por pse vendose ta fejoje gocën kaq të vogël duke ditur që vajza i kishte ndodhur një dramë? Odet, më dëgjoj ku ishte, nuk doja ta fijoja. Më kupto ku ishte. Ishte shumë e ngarkur këtu në fshat, me llafet që kishte me burrin e hallës. Po, që ka ndodhur abuzimi me vajzën. Bravo, që ka ndodhur abuzimi. Kishte shumë lodhje psikologjike. Dhe i thash, me qenë se ishte njeri, janë njerëz mirë, njëri tjetër të rinë të lidhur dhe të vazhdoj shkollën. Dhe i kam thënë që gocat vinë shkollë, edhe ka qenë shkollë këtu. Mos thot që nuk e do Bruna gocën, se ma që jam kujdesur për të fëmijë nuk është kujdes mozët. Po mirë, unë nuk e mbroj mozën, por çfarë faj ka moza kur goca jote iku nga shtëpia? Çfarë do të moza? Odeta nuk ka faj moza nuk ka faj. E di që s'ka faj. Me drogë çuni ka pas qenë marrë me kohë. Dhe ai e ka detyruar gocën të kërkojë lek në mrena në Selanik që të blejnë drogë. Dhe moza këtë e mohon. Çfarë të ka treguar vajza ty për bashkëtesën që bënte të shtëpi e mozës me të birin e saj? 3 muaj të funit ka qenë problemi. Kur unë kam ikë Shqipëri ka nisë gjithë këto gjëra. Pse? Çfarë ndodhi? Çfarë? Fillon gjërat ai e xhelozonte Julin me ish të figurën që ka pas. I fuste gjitha dhënat e Instagramit, thoshte kjo ka qenë më e mirë, kjo ka qenë më e bukur, ti je budallaqe, ti je kështu, nuk imagjinon psikologjia. Ti nuk je për ne, e kupton? Ai pin dhe i la
ilaçote, nuk ishte mirë psikologjika. Unë I kam çuke psikologja në verje, nëse ajo nuk e di shumë mirë, ka thonë dhe vetë. I kam çuke psikologja ishte çu për ta kapur fyt psikologët. Bilës është çu çuni përpara se ama nuk di gjë. Është çu çuni përpara për ta kap, I vuni çuni thajt në fyt. Edhe më ka thënë psikologja, Bruna, kjo familje nuk është për ty. Ti mirë bën ta largosh Julin nga problemet, po kjo familje nuk është për ty, sepse ky është me skizofreni. Ky fëmijë është me skizofreni, është me ilaçe. Goca më ka treguar I kam dhe ilaçe këtu, që ai pin ilaçe për skizofreni, për te kalim masë të drogës që ka pas pirë. E dashur Bruna, kur I more vesh ti problemet e vajzës tënde? I ka marrë problemet vesh masi unë ka marrë nga Shqipëria këtu. Po mirë, si një grua e Nëpërmjet pjekur. psikologës, sepse Juli mu nuk më besonte, ai kishte frikë, mori frikë që me pjesën e parë që ashuja nuk më tregonte, sepse ai kishte thënë nëse ti tregon mami do të vrasi, mami ty do të përzoj nga shtëpia, kishte shumë gjëra me të kaluara. Dhe me këto gjëra vazhdonte dhe moza I mulonte gjërat e veta. Ajo nuk do 3 herë ka dalë gjithë me atë Selanik. Për 3 herë ka çu kërkoj lekë. E në moza thotë unë kam lekë. Moza mund ka thonë unë ty të blej me lekë. I thash jo, nuk është kështu puna. Nëse ti mund blej me lekë, unë fëmijë nuk e shes me lekë tash. Bruna, ti ke pasur marrëdhënie të mira me Ish-Krushkën. Si grua e pjekur ti, grua e pjekur ajo që fëmijët kishin probleme, si vajza jote dhe djali ti, dhe s'ke çfarë bën kur fëmia ka probleme. Ju, si gra të rritura, nënat e tyre, nuk gjetët një gjuhë të përbashkët? Odeta, unë gjuhën e përbashkët e gjeta me të. I dhash favore kush e di sa herë. Sepse ajo gocën kur I erdhi, goca një herë nga Italia, e përzuni e prunin në shtëpi. Dhe unë vajta për sqaruar muhabetet. Kishte ditëlindje, vet moza. Edhe bilës I ka ble goca lule, e ne tha, mami tha, unë më dhim të dhame, dhe goca saj tha që nuk do të më respektoj, mu më rrinë me njanë. I thashun Juli, ti e vogël nuk I kupton shumë gjëra, mami do vem veti hajmë darkën, për të na vojtëm I hodhëm 100 euro. I ka çu dhe Juli një vazë lule, e ka ble dhe ja ka çur, goca. Kur vjen në fund pastaj, të rregullojnë gjërat. Erdhën gjitha gjërat të rregulluan. I ka në Shqipëri, nisën problemet. Biles, ajo nuk ka dash që ta kërkoj më goca. Është kërcënur çuni, I ka thënë ke letrën përsipër, do vesh ta kërkosh se I the mami do ta kërkoj unë, se ti je në Shqipëri, mami është Shqipëri, I ka thënë ti e more përsipër që do ta maj unë, do vesh ta kërkosh, edhe psikologji që është mbrërje. Por ndalemi pak, Bruna, vajza juaj, fatkeqësisht, e cila dua të pyes, ka qenë përdoruese dhe e lëndëve narkotike, ka pirë? Jo, e ka filluar kur ka qenë me xhinën. Asiherë, ai e ka mësuar dilshin, blinin drogë. Ajo nuk e lindte asnjëherë xhinon që të dilte me Julin, se e dilte që kishte probleme. Ka qenë përdorues I rregullt I drogës. Prej vitesh. Dhe që unë I mora vesh I funit. Dhe po më tregon që ka qenë ish dhëndri që I dha dhe vajzës tuaj lëndë narkotike. Bravo. Që edhe shqiptarët, në do ta dishti, edhe shqiptari që e futi me këtë valle, I njeh shumë mirë mozën dhe ish shokun që bën Julin atje, që ka mozat, I njeh shumë mirë se janë nga këtu nga fshati, I njeh shumë mirë kanë dalë dhonat nga kunati im, se I ka marrë dhonat ai tjetri të mrena. I njeh shumë mirë, po më thot mu I njeh ki. Po ti njihja unë I veja në shtëpi. Po nuk e njihja. Bile si ka vajt policia, ishtë interesur kunati, që e kanë çu gocën se ka dash me shit. Kanë çu drogë me Julin, e kanë lënë në Katerin, nga Katerina e kanë lënë mes 3 rrugëve, e ka marrë prap shoku këtij shqiptarit, që është mrena tani, që I kishte dhënë drogë me tashit, kishin çu 3 kg drogë në Athinë, e kishin kthyer prap mrapsh, e kishin lënë me stacionit, dhe kunati që njifte njerëz, edhe njifte, që njifte njerëz I ka thënë që unë desha gocën të më gjinet mrena 24 orëve ti ka çu njerëz, pastaj mas duaret e ka gjetë policia në Katerinë, ke stacioni autobusave në Katerinë. E dashur Bruna, është fatale, gjithë kjo histori për një vajzë adoleshente të përfundoj kështu. E gjithë kjo deta nis ke burri hallës me gjithë të vëlla.
Odet, nisë që këtu kanë pagujt lek të madh, kanë dhënë lek të papar. Edhe polici fshatit i ndjerë se ka vdek, është bler me lek, më ka thënë 3 ditët e para që kanë vajt për t'i bërë analizat gocës që do t'jem mrapa, u pagujt se ka dhe kumbarë që ka vaftis gocët këtu. I hynë për mrena dhe më tha që do t'a çoj unë gocën Selanik dhe ka ndru mua betim ka çu me dika tjetër që unë nuk di as gjuhën. Ishte viti i parë që unë nuk di as gjuhën. Pra ti po më tregon që në momentin që vajza u abuzua seksualisht nga burri i hallës kur ishte 12 vjeç, nuk u mor asnjë mas nga policia që ai të arrestohej. Jo, nuk u mor asnjë lloj mase, derisa ne i çum gjyq, ai biles edhe avokatin tim këtu, e njofti me të njoftur me njerëz me kumbarët që pati këtu që ka vaftis gocat, mi kalon gjyqet si mos më keq. Dhe tani kam kat një tjetër, që është gazetar i Selanikut, është dhe avokat që merret vetëm posaçërisht me fëmijët, me abuzimin e fëmijëve. Po vazhdon betejën me drejtësinë aty në Greqi për këtë çështje. E qartë, kuptoj. Dhe Moza nuk më ka thënë mu që Bruna ti po çfarë ish duke bërë. Po ka qenë ke policia. Jo, kur ka qenë ke policia më ka marrë. Jo, Mimoza më ka thënë që unë nuk e kam ditur që vajza ka qenë abuzuar, e ka marrë vesh rastësisht nga më dëgjoj Brunën. Moza e ka marrë vesh më mbrapa dhe i kam thënë Mozës, nëse ti nuk do, unë e shpustu. Jo, unë e du si fëmin tim, pastaj filluan muhabetet mbrapa që Moza bënte sikur nuk i dinte. Mimoza në çdo moment ka thënë që unë e kam dashur Nuse. E kuptoj çfarë do të nxjerrë Mimoza. Le të thotë vërtetën Mimoza që e ka përdorur të drogës fëmin dhe gocën e ka dhunuar, pastaj unë do të them që Bruna ti ke gabim. Unë gocën nuk e kam dashur me ta dhënë. Ka ardhur mbi 4-5 herë. Bruna, këtu është gabimi jot. Mua të më vi jo 4 herë, po 100 herë të më vi për vajzën, unë i të boj nga shtëpia. Këtu e ke gabimi ti, Moza, që mendove ta martoje vajzën në një moshë kaq të vogël dhe i shkatrove jetën. I kam thënë gocës, nëse ti s'do të rish derisa të vi mami të më përfundoj. Se shtiva letrat për t'i marrë këtu në Greqi, nuk mi dhanë të dhanë 3 muaj duhet rish Shqipëri se nejta 5 vjet këtu pa letra, që e kam pas kokën thes, që kunata ime ma ka ardhë, ma ka marrë me pranga policia, mrena në shtëpi burrin, ma ka pru 2 herë, që Juli ka qenë traumatizume, që ka qarë 28 orë të lafoshën me psikologët, të flasi psikologja këtu që ishë në verje, Odet, të çmenësh të bësh një libër historie. Po pra, Bruna, kur ti e thuaj me plot gojën që është të çmendesh të dish gjendjen e vajzës time, si të mbante vendi ty dhe e lije vajzën në një familje që s'ishte e përgjithshme. Si e lije? Odet, isha në Shqipëri o shpirt. Nisën 3 muaj të funit. Bruna, problemet nisën 3 muaj të funit. Që unë isha në Shqipëri. Bruna, nuk dua të bëjmë e keqe, mos ma merr për keq. Por, kur bëhet fjalë për fëmijën tim, unë i vë kryq letrave, Greqisë, Shqipërisë, gjithë shkaje, kur bëhet fjalë për fëmijën tim. Normale, edhe unë të bëna, sepse kam gjyqin me 28 prill, edhe ika se më marroj letra që t'u paraqitja në gjyq, ika në Shqipëri pagujta lek, kam pagujt 3.000 euro, 3.000 euro që merr me djersën e bazë me punë krau, kam vajnë në Shqipëri që të vija me pasaport me letra. Por gjithsesi, ti akuzon djalin, që djali, le të themi, ishte përdorus lëndëve narkotike dhe ai e futi vajzën në një rrugë të keqe. Por vajza vendosi të ikte vetë dhe të zhdukej dhe të ikte me një person tjetër. Jo, vajza i njifte ai njerëzit me men ai. Nuk kishte lek të jipte se Moza 5.000 lek i jipte 5 euro. 5 euro i jipte kur dilshin, pyete Julin, pyet gocën, nuk ka pse të flas Bruna, pyete Julin se tha, mund gjinerta, thoshte i jap 20 euro, i jap çu, 5 euro mami tha. 2 pirë 4 Selanik me 5 euro 2 vetët, më nxirrte të kërkoja lek. Moza gjatë gjithë kohës fotografit kanë vajt veti tret, nuk e jipte çun vetëm me gocën që dilte xhiro. Dhe çuni ke policia nuk ishte paraqit asnjëherë sa është pa letra. Është i përdjegur nga policia për konsumim droge. Mirë, është pa letra Selanik. Leta nxjerri të drejtën Moza ku ish, sepse burri im Odet ka vajt vetëm me gjithë çunin, e në më thashtë mu, merre ti çunin, çoje ke shqiptari, thashtë dve una, me Manuelin ke shqiptar, të vritësh fëmia mu me shqiptarin e tij që ishte me armë në shtëpi.
vajza u gjet dhe u kthye në shtëpi, këtu nisi konflikti mes teje dhe familjes tjetër? Masi unë i thash që goca ka ikë në Angli, ka gjyshi vet, i kam paguajt biletën Odeta, i kam paguajt biletën gjyshit vet për 24 orë ka ardhur. Edhe ka në Shqipëri, ka marrë gocën këtu, kanë marrë letër ke zyra punës që thonë këto ke kepi këtu ja. Kanë marrë letër që ka thonë kujtimi firmën që të vi goca me gjyshi Shqipëri dhe unë kanë qenë Shqipëri e ka marrë gocën. Nuk e lija unë fëmin tim rrugëve. Që unë jam përpjek për atë fëmijë që kur pata probleme të para pa letra Odeta, i kam thënë edhe në Amerikë dve me këtë lloj probleme unë nuk do ta lë fëmin tim. Të më abuzoj njëri fëmin tim. Po sigurisht, nëse nuk rinë nëna dhe babai pranë fëmijës, kush do ri. Por ndalemi pak Bruna, momenti që vajza u gjet nga policia. U gjet në një gjendje të rënduar, shkoi në spital sipas mozës dhe Po, e çova unë, e kam çur unë, doja t'i bëja analizat e drogës dhe nuk ja bëjnë, se këto dashka një letër kastile për atë ishe shtun e diel kur e kanë gjetë gocën, i kam dhe këtu me emra. Ka qenë shtun e diel dhe bile si kanë foli fermierës kur i kanë bë, i boni serum dhe i boni. Bruna tha, është ndalur, duhet të postafat sepse ne hyjmë mrena me këto analiza. I kam analizat që i kanë bë gocës atje. Po sot Moza ka qenë detyruar nga psikologja Berjes. I ka thënë, nëse ti nuk futesh për Julin që more letër nga këtu thot, që i the Brunës do t'jem unë garant për gocën, nëse ti nuk i përgjigjesh Julit deri në fund, do jem unë ajo që do të fus mrena. Sa ajo kishte marrë unë do jem ajo që do të fus mrena, i ka thënë. Një prokur për... Dhe ka fol gjatë gjithë kohës. Më ka thënë, Bruna, nuk duhet t'jesh falenderuese ndaj asaj femre. Sepse kam qenë aq kërcënuese tha, që s'kam qenë as me një njeri tjetër tha. Aq kërcënuese kam qenë tha për atë fëmijë që është 17 vjeç, sa i di problemet se ç'është janë tha. Të thashë tha që unë nuk e du. Për çfarë e mori 3-4 herë? E mori se çunën e vet nuk e kishte psikologjikisht kalla. Por nuk e kishte mirë. Çfarë ndodhi më pas? Ti vajzën e mori në shtëpi, i shkëputët marrëdhëniet me içkrushit dhe iç dëndri. E mora vajzën e prunën në Shqipëri, foli dhe një herë në Shqipëri ajo. Goca nuk donte t'i fliste më. Mami nuk e du të flas. Pse Juli? Nuk e du tha, sepse më ka vonë shumë gjëra tha që unë nuk i kam tha. Më ka thënë shumë gjëra, më thanë fillim tha që unë nuk do t'rregoj për këto tha, më mori me të mirë tha, unë i tregova, i besova tha, kurse ajo tha gjatë gjithë kohës më abuzonte me atë fjalë tha që unë i tregova. Me lostë. Edhe gocës unë telefon para se t'ikte nga atje i kam thënë, më prit sa të vi mami në Greqi, më duro, sa të vi unë në Greqi, sa do të vi të marrë unë, nuk të la unë më me atë. Por çfarë ndodhi mes teje dhe Mimozës pasi u ndat? Mas meje dhe Mimozës ndodhi kjo, unë e pata gocën Shqipëri. Po. Masi unë i thash, për mos i ardhë mrapa ai, sepse djali e saj vinte dhe pa lejen e saj. Kush e di se sa herë patlon derën hap të shtëpisë vet, edhe vinte këtu ja. Juli ishte në shkollë, ai thash ku ish Juli, si kishte besim Juli. Juli vinte në shkollë, ka ardhë edhe kush e di se sa herë e ka ofenduar, e nxorën ne për kafe, dolën bashkë me gocën, kush e di se sa herë e ka ofenduar te fëmijës sytin. Ai rrinte si u. Çka ke Regjina? I utun. Pinte ilaçet, po kjo Julit nuk i thashte gjë që çuni pin ilaçe. Djali ofendonte, ti e dëgjoje, pse nuk reagoje? Reagova Odet, i thash do të marr mami sa të vi në Greqi. Do të vitë të marrë, nuk të le mama atë familje. Ose shko ke babi, se burri nuk ishte këtu, kur ka i goca, nuk ishte në fshat. Ishte në Kalkidiki, në Matan Zelanikut, ishte në punë ke Ullini. Bires kanë lënë punën 7 ditë, kanë ikë, kur e kanë marrë vesh, i kanë thënë, ka i goca. Qysh ka i goca në mu nuk më merë në telefon t'i tash Mozës? Ka i goca dhe mu nuk më merë në telefon si njeri, si non, ta di që ku ish fëmia im? I ke gjeja tha ku e kete, mos ta the me emër, atë tata tha se shumë ishtë mësu. Moza thash, ishtë fëmi, mos folën atë me të lloj gjua thash, sepse nuk është etika jote dhe imja thash të flasin me atë lloj gjua, me fëmin. Dhe çfarë ndodhi më pas? Çfarë ndodhi më pas? Pastaj masi e mora Odeta, bile si isha në Shqipëri, kam pru gjyshin këtu, gjyshin e Julit, siç e dihet ta ka thënë vetar, kam pru gjyshin e Julit, e ka marrë mrena 24 orëve. E ka përgojë në Shqipëri. E qartë, e ke larguar nga Greqia. Mbasi, Moza nuk e dinte se goca ishte në Shqipëri, pa të folë dhe një herë tjetër në Shqipëri. Po? Po. Dhe i thash,
Juli thash unë mami do të flas. Mam, mi shkput marrëdhëniet me ato lloj njerëzve sot se unë nuk desha të flas. Por ti pse jam shumë e lodhur psikologjisht. Po të lutem, ti pse tentoje që vajza të fliste prap me ata? Jo, e kërkonte ajo. Ma jep mua e Ginjeva. E Ginjeva i thash pricët të ti tham una kushurin, nusës kushurin e kujtimit, se ishin këtu ke shtëpia. Për t'i nejt gocës afër për problemet që pati, për t'i nejt afër gocës i ka nejt këtu. Edhe i thash prit, ajo nuk e dinte se Juli fliste me telefonin tim. Ajo e dinte gjoj, po fliste me telefonin e kushurinës. E dashur Bruna, Juli ishte në Shqipëri. Ndërkohë që Juli ishte në Shqipëri, kam thënë, Moza, mos kërko të flasësh më me Juli se Juli ka ikë në Angli, e ka marrë goca xhajës tim. Ku ke leti moj zhulaqen tha mu, ç'është gocën në Angli. Moza thash, unë të blej me leti, tha Ginjen tha. Moza thash, me gocën mos fol mo. Nuk do që të flas, nuk e detyroj fëmin thashun që ti flasësh gocës mo. Nuk të do. sepse Moza tregoi një tjetër version. Tregoi që kishte dashuri. Le ta thot, unë kam nderin të përballem online që ti të më thush kush është Bruna pastaj dhe kush është Moza. Do të nxjerr video. Masi kam thënë nga ora 2 e masditës në të Ginjevsha, mos i paça syt nesër. Në orën 2 të masditës unë i kam thënë asaj që Juli nuk do të flasi më dhe i kam shkput marrëdhëniet. Në orën 1 të natës, një shoqës time këtu kur rrin në Greqi, e pa të bërë dhe kjo shoqë në Facebook. I ka çu fotografinë lëkuri gocës edhe i ka çu dorë zezë. Okej? Edhe me emër, me mbi emër, edhe tha, shikoje pa kurrë të atë, tha, sa njerëz po e kapet. Është e rëndë, shumë e rëndë për një... Odet, është shumë e rëndë që unë nuk mund të përballoj të. Po jo vetëm kjo. Filloj pastaj ke motra ime, ke motra tjetër, ke kushurit, ke kunetrit. Filloj që u çmen, ai kunati vogël i çikosh është i smur faktikisht me gjakun, kur ka pa video ti ka ikë truni brunca mu. Nuk kam letra për Greqi, se unë po erdha atje dhe të ta mës mund të jetë. Bruna, fotot sigurisht janë të rënda, të vajzës, një adoleshente që pozon pa rroba në rrjetet sociale janë të rënda. Tani këto i ka bërë vajza juaj? Jo, këto fotografi kanë qenë ke telefonit Gjinos. Dhe Gjino me këte foto dhe me video, s'ka kam dërguar video akoma, do të dërgoj dhe video. Me foton dhe me videon i ka xhirur të gjithë njerëzit e mira për Facebook që janë detyrur, i kanë shkruajt një për një që i bëni blok me emrin e gocës, ka hap Facebook, Instagram, ka hap me mbi emrin ton i Facebook, Instagram, që pines poshtë njifet që lexon Regino Ruçi, Moza Ruçi, telefoni, sepse çuni i futet me këto gjëra i di në kompjuter. Pra, i di shumë mirë. Ju po thoni që ish dhëndri fotot personale që ka pasur me vajzën tuaj i ka postuar pas ndarjes? Po, mas ndarjes. Bines i kam thënë në orën 2 të masditës që Juli nuk do të flasi më, në 1 të natës ka fillu ke shoqja ime këtu në Kambohor, ku i thonë të sa kalon Aleksandrin, në Kambohor, ka çu foto që më ka marrë në 2 të natës, Brun, sa ndodh thot me Juli, thot mos i kanë dhënë gocës drogë dhe ka çu këto foto. Kur shikon ajo, i kishte çur ish dhëndri. Por ju me ish dhëndri? Ju vetë me ish dhëndri, jeni përballur? Po, edhe ka fol fjalë nga më të ndyra. Kështu e ke mësuar ti vajzën tate, kështu e ke mësuar ti tate, kështu jeni ju, familje digenerumi. Fillon edhe Moza më mrapa, dhe pastaj digeneruan gjëra deri këtu. Ka ardhur ai shoku me të dy çunat e vet, ka ardhur ka thy komën burrit. Si ta thash? Si ka thyer komën burrit? Pse keni pasur dhe dhënë fizike? E rafën Odet, që është në Shqipëri për kohë. Shikoje Odeta. Ka 1 muaj i shtrirë. Kujtim, ju kanë dhunuar? Po. Kush të ka dhunuar? Riku Qullaj, thuje, Riku Qullaj, Riku Qullaj me dy çuna. Me dy. U çu për të rafë çunën? U çu për të rafë çunën, ndërhynë në unë anija, doja mos i përkëjsoja gjonat nuk wasar unë gjona ma keq, më goditën, më thënë në kamën. Ka 1 muaj. Para 1 muaj ka ndodhur? Po, me 9 dhjetor. A ke denoncuar në polici?
denoncohet dhe polici dhe me s'ka bo as jo pa joje. Por do që më kam bërë. Por gjërat pas ka shkuar shumë keq, akoma më keq e më keq dhe konflikte që duket sikur... Çfarë të bëj? Janë ca gjëra që ajo do t'i më qefi, por nuk mund t'i qefi do t'ma. Me këtë që ka bërë thyrje në formës burrit, nuk duhet të gënjej, ose nuk duhet të... Po, e shë vetë që ish mallëqi. Bruna, do flas me ty. Kujtim, ke një mesazh për të përcjell ditën e sotme, më vjen shumë keq për atë që të ka ndodhur me vajzën. Kërkon t'i japësh një mesazh? Mesazhi im? Më lëm qetë. Lojnë qetë. Do bëjnë... Japin ata një të donë që më kam bo, kaq, linë të lojnë atë qetë. Pra, me sa kuptoj unë Bruna, konflikti pas ka degeneruar dhe në dhunë fizike sa... Ka degeneruar aq shumë sa që ajo e ka çur për gocën e vet, që nëpërmjet telefonit, gjoja sikur i ka hap çuni im, Facebook i ka hap çuni Mozës, i ka poshtë, i ka Manuelin në Instagram. Do t'i çoj edhe me emër mbi emër kush e ka hap. Instagram në ka hap në emrin të Rikut, gjoja sikur i ka hap çuni im. Po si, vllai poston foton e motrës? Jo, gjoja sikur kanë nxjerr familjen e Rikut, e paskashar. Po Riku nuk ka gocë, ka dalë për gocën e Mozës, ka thy komën burrit tim. E dashur Bruna, unë nuk dua që ky konflikt të vazhdoj. Ju tashmë padyshim jeni drejtuar policisë, çështjen e keni kaluar në gjykatë, kërkoni të drejtën e vajzës tuaj, padyshim ke të drejtat e tua me atë që të ka ndodhur ty me vajzën, është të vëzhduar në kokë dhe unë uroj që të t'japi fuqi Zoti për ta përballuar dhe ajo u bëft sa më mirë. Shumë fare kam 3 vjet Bruna kërkoj vetëm një drejtësi. Një drejtësi kërkoj. Kam 4 vjet, nëse unë të gënjej të vish të pyesësh fshat, kam 4 vjet nuk e ve kokën jestik. Që punoj vetëm me burrin, punoj verë, dimër, paradite, masdite, kam punu në krasitje si burr, si fëmijët e mi mos ta ulin kokën, që më janë bërë të gjithë gjarë për mrapa. Shpirtërisht atë. Nëse unë kam nevojë për lekë, vish shikon shtëpinë time. Nuk kam nevojë për lekë. Nëse ti të thush Brun, ti ke nevojë, e ke shit gocën, jo nuk është. Gocën thjesht e kam dhënë për të heq stresin që kishte këtu. Sa dilte ke platia, që thon ke parku, si që thon në Shqipëri. Po. Mami thoshte, nuk më flet asnjë. E çoja gocën mjaft shkollë, nuk më flet asnjë, se gocat e ti ishin shkollë gjatë gjithë kohës, si thoshte Juli shkon me çuna të huaj. Juli e diskriminonin. Por si është gjendja e vajzës sot? Është mirë të paktën? Odet, të them mirë nuk është mirë, Odet. Të them mirë nuk është mirë. Psikologjikisht unë e kam ndjekur dhe nuk i falenderoj Zotin as edhe një shqiptar nuk më ka ndihmuar si ajo psikologi që është mbledhje. Pa një lek ka 4 vjet që ajo Juli më ka marrë një natës, kur ka nejt Juli 7 ditë, ajo grua, ajo non nuk është, s'ka fëmijë, i lutem Zotit, inshallah jep Zoti fëmijë. Jemi moshatare me të. I lutem Zotit i japi fëmijë. Ashtu si e ka njeh ajo Juli, nuk ka, as unë nuk besoj. Në një natës më merrte në telefon. U qet Juli. E qartë, kuptoj, bravo. Ajo psikologi që të ka ofruar të ndihmë. Ka qenë pa lek Odet, ka qenë vjet në gjyq pa lek, pa i kokër leku i kanë thënë. Ma thuj që Theodor, do t'ja Brunën e lek, Brun, vetëm t'jet Juli mirë, nuk dua as një lek. Që biles, kumbara, burrit Hallës, gocës Hallës që ka kumbar këtu, i ka vajt i ka thonë, leni këto se shqiptari janë, tha varja këtu në tha që të duhet ty. I ka thonë, ti ka pëmëron, a nuk është shqiptare ai që pëmëron ti? Po, të kesh turp i ka thonë, sepse kjo është një vajzë 17 vjeçe. Por nëse Mimoza, që jam e sigurt do të ndjeki, çfarë do i thuash sot? Unë do t'i them Mimozës të nxjerrë vetëm 3 të vërtetë. Me kë vinte Moza që ka ardhur ka kërku gocën time? Por pse këmgulte kjo gjë? Këmgulte kjo gjë sepse ai e lidhi gocën e tij, nuk i arritën ta shisnin. Nuk i arritën dot ta shisnin, sepse ra kunatin kontakt. Është fjalë me vend kjo. Është fjalë me vend, le ta thot po desh, që nuk e ka thënë.
Le ta thot, sa herë ka ofenduar kunatin në telefon që i ka thënë, mos ndaloj ça jeni duke bëj, qysh nxjerrni këtë fëmijë, është 17 vjeçë, do marrësh gjop mos. Edhe unë jam thënë, mos një fotografi nudo në Greqi, e di sa kushton 100.000 euro moza. Shkputi këto gjëra, ik më ti, se kështu jeni mësu ju, familje degenerume. Të më thush mu me i fëmijë 17 vjeç, që unë të besova, biles i shkrujti dhe letrën burrim, i thaj që kujdeset si non, unë sa ktheva shpinën iga Shqipëri, nisën problemet o det. Nëse unë do isha këtu, më ka thënë polici grek, nëse ti Brun do ishe këtu, nuk dish të thy koma kujtimit. Mimozës do t'i thoja, të më nxjerri djalin të përgjigjet, ku kanë kërku lekë Selanik? Të mbi thot gocës që i ka betët, se qysh është e vërteta, dhe moza nuk duhet laste me këtë gjë. Dhe pastaj treta mos thot që Bruna e kalon gocën dhe nuk e do e kanë zunu apo qysh e kanë bo, sepse çuni im ka ik 3 herë Selanik, që ish 1 orë gjys Selanik verje na për policia. Selanik verje dhe moza flinte gjumë shtëpi. Fëmia im. Bruna, unë uroj që vajza juaj të bëhet sa më mirë, gjendja e saj psikologjike natyrisht që është goxha e rënduar dhe uroj ta kaloj këtë fazë dhe të nisi një jetë së re. Shumë fare. Doja, se desh ta them greqisht, doja që ajo të vazhdonte shkollën dhe ja patanis këtu që të bënte për estetik, doja ta çoja në Aleksandri. Ajo nuk e pranoi që ta çoja gocën në Aleksandri e pa ta regjistru. Mi kam pru email-et i kam akoma, që unë me pru gocën këtu prapë e regjistroj mot, që kam bëj një sakrificë pa letra o det, i kam shti në shkollë. Unë uroj që ajo ta kaloj këtë periudhë të keqe, të ketë një jetë të lumtur dhe uroj që edhe ju konfliktet t'i shuani me njëri tjetrin, ja keni lënë drejtësisë dhe lëri të vendosit drejtësia. Lufta me këto njerëz nuk ka për të pushu. Nëse mu nuk më shpërblet burrit marrafësh të vi nga puna dhe të dali përpara të thot, ore ish kështu puna dhe ti quhesh me grusht. I ka sjellë të çunit, çuni shpëtoi, nuk e pa atin që po i dilte nga krau tjetër i makinës. Dhe e pa që e lan kujtimin mes të rrugës kamën e thyve, i hipën makinës dhe ikën. Është e rëndë, është e rëndë. Mirë, Bruna, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Uroj më të mirat për atë vajzën tënde, se më është dhimbsur pafund që kunati jot ma ka denoncuar. Të uroj edhe ty pafund, po vetëm një psikologe si Odet, si Theodora Njopa, që është këtu në Greqi, nuk besoj që unë ta gjej në Shqipëri. E përshëndes dhe unë, edhe pse është e greke, nuk e ndjek lajtin tim, e përshëndes. Njerëz të tillë duhen përshëndetur dhe duhen është e pasëvësueshme. Odet është e pasëvësueshme. Ajo muhabetin e Julit e ka marrë vesh ke shkolla dhe ma ka ndjekur ka këtu e 3 vjet. Që Julin ajo nuk e ka shkput as edhe 1 minutë. Mirë, më të mirat për Julin tënd dhe do mbetemi në kontakt të përqafoj nga Tirana, Bruna. Mirupafshim. Edhe unë. Mirupafshim. Përshëndetje. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por dhe nëse keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart, mos harroni, mund të abonoheni dhe të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, Odeta Dumemandro, ku çdo ditë ju e dini, sidomos besnikët e live-ve të mia, e dinë që çdo paradite ora 10 un jam me këtë histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.